Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas raportit të pak ditëve më parë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili vlerëson punën e SPAK-ut dhe përmend akuzën e ngritur ndaj liderit të opozitës. Gjatë një konference e përshtyp, Berisha tha se raporti i Dash shprehte vetëm një fakt. Ai raport nuk e di kush e ka bërë, shprehte një fakt, ajo ka ndodhur. Thoshte një fakt që ka ndodhur, unë e kam denoncuar atë me qindra e mijëra herë, thot Berisha. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi punën e Shqipërisë në luftën ndaj korrupsionit dhe pastrimit të parave. Në raportin për vitin 2024, sipas Dash, Shqipëria vazhdon të bëjë përparime, por bën thirrje për zbatimin e plotë reformave. Dash thekson gjithashtu se Shqipëria duhet vijojë me zbatimin e reformës në drejtësi. Ky raport fundosi ish-kryeministrin duke thënë se arritja kryesore e SPAK ishte marrja e tij si i pandehur për aferën Partizani. Dash sjell në vëmendje edhe masën ndaj Sali Berishës dhe dhëndrit të tij për dosjen Partizani. Në shtator të vitit 2024, SPAK akuzoi ish-kryeministrin dhe sipas aktit të ndarjes buxhetore të Departamentit të Shtetit Operacioneve të Jashtme dhe Programeve të Ndërlidhura 2021 me 1731.c, Sali Berisha akuzohet për korrupsion, për veprime zyrtare në dobi të interesave të familjes së tij. SPAK akuzoi edhe dhëndrin e tij për korrupsion dhe pastrim parash. SPAK sekuestroi pasuritë paluajtshme, llogari bankare dhe aksionet e dhëndrit në kompanitë lidhura me korrupsionin, theksohet në raport.